Që mirë se na erdhët edhe i herë këtu në episodin e 5 të Shadow Clonit, podcastit ma të bukur që keni pa në herë, dale, a? Apo së shumë grupi? Po pa tjetër. Që baba. E ama si ju kanë ardhur opinionet për këtë episodin e fundit? Fantastik, njëri më i mirë se tjetri. Ashtu, Po pa tjetër. E me leje mos rrejtësh. Jo, kam sinqerisht. E më pritan ne. Jo. Edhe ju kena shiu shumë. Po për Realisht, Zotin. atë episode kena shiu shumë. Edhe bas që edhe këtë do ta shijojmë akoma dhe më shumë. Këtë episod. Po fillojnë to anime tash çik më Tani më pikante. Yes sir. Tani fillojmë vetëm animet bombastike. E kemi marrë butshëm si start. Dakor, po fillojnë këto tash animet e forta. E dini ju se për çfarë po flas unë. Kupton, nuk ka nevojë të bëjmë spoiler kështu publikisht. Apo jo? Po, dihet. Sado që na kanë shkruar për shumë sugjerime animesh, më besoni i kemi. I kemi dhe avash, janë cooking, janë duke u bo gati, lale, janë furr. Thjesht po presin sa dalin kështu tash si pjatë e dytë direkte. Me të biron. Kryesore. Të biron, po pjatë e dytë për mo tash. Pjatë tash. Atëherë, jeni shumë fantastik herë, sidomos na keni kënaqur me ato komentet. Neritani ju ka pëlqyer të gjithëve, se ma ka thonë vetë, dakor? Dhe ju jeni shumë special dhe fantastik që na mbështesni. Ju lutem, mos harroni, sepse prapë më keni pyet si mund të bëhemi pjesë të lojrave, kupton që në fund prapë për Grand Prize-in, që si mund të bëhemi pjesë, thjesht na bëni follow në TikTok, Instagram dhe subscribe në YouTube dhe jeni xha inlale. Zoni juaj do jetë gati. Dakor se ne anime ne kena gati se çfarë do bëjmë në fund sezonit. Thjesht po përzjedhim këto tash. Këto zonat e bukur, këto fansat e mëdhenj të animeve, kupton që kanë çik eksperiencës dhe i marrim kështu të rritesh, apo jo? Dihet ajo punë. Shumë bukur. Kështu që direksionin timorët, tash unë them ta plasim me animen që kena përgatit për sot. Dhe oja anime që o si ka tun dy njon këto tash këto kohë. Ka i çik që ka marru, kupton si sezon. Po e ka ton të mirë çik të rrjetin apo jo Mauri, Unë do ta them këto, unë pavarësisht se e kam parë, okay, më pëlqen, po për një gjë, unë po e bëj të ditur që tani unë nuk do ta mbështes fare këtë anime gjatë kësaj serie, sepse unë jam fan se One Piece-it deri në fund dhe nuk e toleroj fare që ma ka rëzuar nga vendi i parë. Shivi që këtu, kapi çik zogu, se kush është veni parë, o gë Bobi këtu, e nëse qa bëhet S'ka nevoj. Vendin e parë ka pasur për 20 vite dhe vazhdon ta ketë One Piece. A ka mundësi, janë teorira dhe kështu spekulime të njerëzve qashtu. Stopi sekond tash. Stopi sekond. Se ka ardhur momenti i të vërtetës. Neve sot kena për të fol për Solo Leveling. Është animja që deri tash e boni çik rrjetin lëmsh. Jo lëmsh. E boni çik lëmsh me këto teoritë kështu. Por prit më vllaja ta tregoj vllajot se e bukura nuk do jena debateve në të tre këtu. Mani men që ju kam thonë fillim që na ndiqni se do keni mund t'jeni edhe ju pjesë të këtij episodi. Dakor? E pra i ftumi kësaj radhe. Dakor? Është një fan si animeve dhe normalisht ose më saktë për fatin e mirë që dhe ai e ka pa, ky është një ish nxënësi im nga festivali teatror i të rinjve Gjergje Trolla dhe e mirëpresim të gjithë tu së bashku Enzio Pazzi. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se na erdhe mor djalë. Urime për podcastin një herë. Shumë faleminderit. Kam ndjek çdo episodi me Neritanin ishte bombastik. Bombastik. Neritani bro. Nuk kena çaj bëjmë. Ai Robi kupton na ka bëu fëminin të gjithëve. Normalisht. Me ato jam rrit edhe unë. Edhe unë akoma shoh lupenë edhe këto. Po si mos ta shohësh më. Si mos çakaj për mos ta pa. Jam perla. Dakor, ajo dihet. Por na shtina se ta rregulloj çikun këtë pozicionin tëm. Na u vet prezantoj çik për ata që s'njohin se unë kam pas timin. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Enzio Pazzi, jam 17 vjeç, gjimnazist në gjimnazin Ismail Qemali. Jam një fan si anime, më pëlqejnë shumë animet, kanë shumë domethënie dhe shumë mesazhe të bukura që besoj se gjithë rinj duhet t'i ndjekin dhe duhet t'i përcjellin këto mesazhet edhe të shokët e tyre. Okej, por shiko pak se ti në fillim
Besoj se ke qenë një fan si modhi animeve. Domethënë si start e kam. Thuaj të vërtet. Kam ca shok, jemi një grup shoqëror dhe le të themi ato më kanë futur në rrugën e animeve. Okej. Sigurisht si çdo njeri që merr diçka për të parë fillon me baziket, pra me Naruto, One Piece-in, Death Note-in. To s'janë bazike lale, këto janë koka. Po ne bazike na për duan. pjesën që i gjen shumë kolla, janë shumë njohura, kanë referenca vazhdimisht. Pse me këto tjera çaj jam qef aty te mysymshyrje? Aty. Unë do ta them këtë, ti botën e animeve e nje. Po ke shumë anime që janë fantastike në kuptimin historia, animimi, çdo gjë është on top dhe nuk janë aq të rekomanduara sa të janë këto anime të famshme që ne njohim. Ama mos ja fut kot tash se ka një gjë. Po, më fal. Plus që këto janë dhe animet me më shumë emër. Dhe prandaj me këto do nisesh. Normal, jo mos se s'është thënë, unë njoh plot njerëz për shembull, sidomos taj që e kanë nis tash për shembull, i ka inspiruar shumë për shembull Solo Leveling, që ne do flasim sot. Larg qof. E më mirë se ty s'pëlqej valla, mua më duket bukur. Shiko, Solo Leveling normalisht që mund t'i ketë dhënë si shtys, sepse u bë shumë buj me atë. Po, unë për vete që kam qënë vit 2 gjimnaz që shoh anime rregullisht, kam parë shumë anime të bukura që njërën për tyre përmend Dororo. A di në njërën për ju kush është Dororo? Po, e di kush është, po ha. Ma thuj pse domethënë çfarë ndryshimi ka. Ti po krahason Solo Leveling me Dororo? Është i keq, është vendi i parë tani dhe abuzon. Abuzon me vendin e parë. Ka qenë se shiko, një fakt për të gjithë, Solo Leveling, që këta dy çuna dhe goca këtu, kupton, nuk e kanë shumë qejf. Solo Leveling, para se të niste One Piece-i, duhet ta themi këtë tani. Para se të niste me këto episodet e reja, ka marrë vendin e parë. Pra ka kalu One Piece-it zogu. Dhe mos harrojmë një gjë, është një anime që ka vetëm 2 sezone. Dakor? One Piece-i ka 30 e ca vjet, 40 sa ka. Po, nuk ka asnjë sezon. One Piece-i ka për të përcjell mu për zotin. Jo, njoftim, lajmërim. Kjo gjë është e bërë ditur kudo në rrjetet sociale. One Piece-i në 2026 do përfundojë, është dhënë lajmi. Do marrën 2026. Po në kokën time. 2026. Qafën time po marrën 2026. Po do mbarojnë në 2026 sepse i ka dhënë, është dhënë njoftimin në 2026 do përfundojë. Po i ka ja fut kot tash. Dhe më lër të them këtë, One Piece ka 20 vite që mbizotëron vendin e parë. Po mirë më tash ç'li bëjmë? Ka 20 vite, nuk është pak, është ka thyer çdo rekord që ku është mërjet në gjithë botën e animeve. Po themi gjë. Më fal. Një anime që doli në 2024 dhe thjesht me 2 sezone i kaloi shikueshmërinë që ai ka 30 vite që e bën si proces anime, është shumë crazy si fakt. Nuk do jetë crazy, por dhe arsyeja pse e zuri vendin e parë ishte pikërisht sepse One Piece i ndaloi seritë që po nxirrte. Ç'a lidhje ka? 6 muaj nuk janë pak, po ka lidhje sepse njerëzit nuk kishin pse ta shikoshin më One Piece-in nëse nuk nxirrte seri të reja. Natyrisht që do binte nga vendi i parë. O ti shoqë, se çike e çuditshme. Jo, nuk kam fare çuditshme, jeni ju çuditshëm. Kupton si mundet ti marri po ta marr Eno ke pakeç? Po. Ndajher ti ke pakeç brother? WWE. Po bravo. Kupton është një lloj si domethën John Cena, kupton tash që ka një jetë që bën WWE. Kupton wrestling, të vite ku ta di un çka ka qenë një ky AJ Styles, po marr një kot, një kështu. I mirë, po ai. Kupton? Ti marri famën John Cena's. S'ja merr dot. Kupton? Po nuk e merr dot pra. Kupton? Kështu që One Piece është prapë vendi i parë, a kupton? Mirë, absolutisht se ka nis tash. Mos harrojmë gjë, i ka bën një shkputje dhe ka ardhur fuqishëm se ka fut gjona tjera. Po nëse nuk do futemi te kjo. Nuk kemi të One Piece, pavarësisht se un jam fan se One Piece, kemi të Solo Leveling dhe normalisht që do flasim fatkeqësisht për këtë. Vazhdo, ti fatkeqësisht e ke për detyrë të ja për sa informacione neve. Desha. Na thuaj Mao për Solo Leveling tani. Solo Leveling nuk është prodhim japonez. Është, po, fal. Më fal, më gabimi. Të ha unë njerë, pastaj të hash ti. Më tash gjithë të ham bashkë, dhe ja kemi edhe tavolinën. Ndajmë të katër. Kupton? Bravo. Çe baba. Po çfarë për katër do ta ndajmë për gjithë shikues. Të paça. Më paçit. I jepi drejtim. Çfarë kemi tash? Hajde. Sot do flasim për një nga fenomenet më të mëdha të viteve të fundit të botës së animeve dhe të manhwave. Manhwa, që është
është një term tjetër, është po libër komik, por është prodhim koreano-jugor. Po. Dhe Solo Leveling është prodhim koreano-jugor, me një histori që nis si një light novel e Koresë së Jugut, Po. dhe u bë manhwa më pas, u kthye në anime dhe Çfarë ndodhi mo? u bë ajo që u bë pastaj. U U bë bë Solo shumë e Leveling, famshme. Ja. E shiko, se si është, tash shiku del i noti. Kupton? A profesionalizmi më njerëz dashur, kupton? Ajo e ka inat personal, tash as informacionet nuk I jep tamam. I ka vllase s'çeki gjë. O Light super novel. anime. O super anime. Light novel, Çfarë është nisin kjo? light Light novel. Kështu, dritë me novel? Jo. Light novel është para se të bëhen manga, janë të shkruar njësoj si libra. Po. Maksimumi janë deri në 300 faqe. 150 Si deri ka në novel, la 300. që ka roman. Po pak. Po jo, nuk është pra, po ti dëgjoj herë deri në fund, Po, shoqërohen fal. edhe me figura që Ata se po shoqërohen janë shumë po me pras, salsa. që janë po prap të Ketchup, animeve, barbecue. stili animeve, stili i mangave. Okej. Dhe ndryshimi është që lexohen normalisht nga e majta në të djathtë, ndryshe nga mangat që lexohen nga e djathta në të majtë. Që kanë kështu si arabët. E kanë, japonezët e kanë të tillë që ato light bubble që ti lexon çfartojnë personazhet e nis nga e djathta në të majtë, ndërsa këto janë nga e majta në të djathtë. Që Jam- kemi edhe në leximin. Jam Tiranë sun goce, nuk jam prej Mallakastrës japonisë. Nuk di Ti je fshatar Tirane, po që në fund Tirane. Tirane. Wow! Qa thuti më la, qa thuti e la. Ela. Ndërsa ato janë ku janë, kështu I kanë rregullat. Po të pëlqeu mirë, po s'pëlqeu hac. Ja më vlla, po Solo Leveling provim Fillojmë- Elbasan. Made in Elbasan. Elbasani po. Po Qa- tani qa po e me mbro ke provim Solo Elbasan. Leveling. Mirë. Deri në fund ka për thonë është super anime, ma e me Jo, se jo, diun. jo, është shkruar nga Chkong Aha. në 2016. Por famën e vërtetë siç e thashë mori kur u bë manhwa. Sepse Okej. normalisht u digitalizua dhe filloi që të përhapeshë shumë sepse dërgoheshë shumë më kollaj në për të gjithë E shikuesit kuptoj. dhe lexonin. Dhe ishte një ndër manhuat që po thënte shikueshmërinë, kuptimin e se për do të thosh klikimet. diçka? Po, kjo është e vërtetë sepse kështu kam nis ta ndjek edhe unë anime në Solo Leveling, kam filluar të lexoj manhwa, që kam duket diku te 600-700 chapters. Sa I pas. frikshëm je vlla. Si ke pas nerva. S'është se kam lexuar gjitha, po diku te 500-550 E po mirë, ke për kam lënë këto dy chapterat e funit. Fundit i kam lënë kështu, sa për sy në keq. Bo të fort jeni. Por që përfundoi si manhwa në vitin 2021. No, Dhe okay. në vitin 2022 pastaj u kthye në anime. Po normale që do kthej, shiko. Ajo ka një Ajo histori në janar shumë. 2024, më falni, në janar të 2024 Më u mirë, bë se s'na boni. anime Sa vite? Po, doli Nga- animeja. A1 Pictures. Po. Shiko E pa. adaptuar. Ajo ata. do bëj se s'bën anime, domethënë, un kam pa disa manga dhe realisht më ka pëlqyer shumë sepse është dhe fakti, pastaj do ta shtyllojmë pak më tepër në pjesën e dytë. Dakor se po I vi më afër pak fundit pjesës parë, por gjithsesi, ajo do bëj anime sepse shiko doli edhe një super fuqi e re. Dakor që ne s'ishim mësuar ta shikonim në të tjera. Doli system. Po. Dakor, është një Koncept është një- loje. E pra koncept loje, po shikoj, loret po bëjnë nomin sot tash, po mos ja fut kot. Superfuqis do ta fut. Unë nuk do të thoj, jo, nuk është superfuqi e red. Okej, nga 2015 e më vonë, unë që kam lexuar shumë manga, kam parë që kjo merret goxha si referencë. Domethënë personazhet kryesor I hapet një si lloj dritare nga këto të videolojrave dhe bën një zgjedhje për një gjë. Këto lloj lojrash kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë të famshme në për vendet aziatike. Po këto se Dhe morën famën, mos e artistët- harro këtë lloj Dhe gjëje. artistët e përshtatën ato më pas në për manhwa, në për anime të ndryshme që na ka ardhur ne tek kjo që njohim sot, te Solo Leveling. Kapito. Okej, maj ca informacione kështu rezervë në xhep për pjesën e dytë se tash na ra cërrja neve këtu ke veshi. Ragongu. Ragongu. Dakor. Çuna në goca, ca sekonda publicitet edhe kthehemi pastaj. Dakor, çivemi pastaj. Shadow Clone. Qeku u kthym prap, dakor? Këta dy për zotin unë nuk e di do t'i marr për shkelmër se do t'i qis jashtë, se nuk binden.
Domethënë nuk e di lale. Na shkruani edhe ju më vëlla në komente ta diun se mos jam mund është e vetmi budall më për që e pas kom qef. Mirë që e di, mirë që e di. Po. Druni ka dalë për xhenetit, ka thoni vjetri. Po, hajde, s'ka problem se ka ditë namaz ne. Po si. Jepi se të gadison ty. Hajde se ke marrë informacione dhe do dalësh ke llafet e mia. Dakor? Na trego. Hajde nëse ne na bash lale. S'ka ka shkojnë këta. Më tregojnë mua. E zotë më të shem ka gjet E moment. dim që janë të bukura, kanë 30 vjet që janë të bukura. Dakor, e morën vesh po. Tashi brezi i ri do të reja, dakor? Koncept loje është. Koncept loje e morën vesh. Koncept loje zgjidh klasin, bëu i fort. Wow, kaq. Ja ma ja. Ai shërin të duar kryq gjatë gjithë sezonit të dytë kishte ca momente që thjesht rrinte ato çka kishte si ushtarët e vet luftonin, vrisnin, bënë, shkatroheshin për vete, ai thjesht rrinte dhe ditët e tabela level top. Pikërisht pra, çote këta plebejnt. Çote Shati lufti. Se dita që s'vritesh, e kupton pse budalli ishte ai më vra vet? Po. Shiko, kjo i mëson fëmijët, kupton kapitalizmin. Po. Si të përdorësh tjetrin. Do të kjo është shaka, mos e bëni këtë gjë. Mos e çoni këtë. Ja, ai është shejton, mos e bëni atë punë. Mos e bëni, më dëgjoni mua. Jo, mos i besoni atyre syve të bukur. Mos u gënjeni goca. Goca mos u gënjeni. Ja, jo se nuk është aq i mirë drejtë, po sa duket. Po. Hajde ti zonje na iluminoj çik me këto infot. Po patjetër. Ense mos e vrit me do të vi dhe radha jote. Ja, se do ta jap koleg, do ta jap tani fjalën, sa ti bëj një paraprit që ti jap një gjë të shkurtër shikuesve për animën. Flasim për një botë ku portale për dimensione të ndryshme shfaqen në momente të papritura mes qytetit. Dhe jo vetëm. Dhe këto portale të çojnë në një botë plot me përbindsha dhe demon ose dungeons, ku vetëm disa njerëz, të cilët kanë zgjuar fuqi brenda tyre, kanë marrë titullin Hunters dhe kanë aftësinë për të mbyllur këto dungeons. Po. Gjithmonë se do ta saksojmë këtë, kupton që mos përhapim informacion të rrem tash, se nuk më pëlqen kështu më. Gjithmonë nëse mundet bossi, pra, përbindshi më i fortë i dungeonit, i atij guvës apo shpellës, si doni quheni, se unë s'ja kam iden si mund përkthehet shqip tamam. Plot bazik. Na falni për anglisht e po. Plot bazik, ha? Plot bazik, ha? Po. Aty gadismund po. Hajde. Plot bazik. Sun Jingwo, që është edhe personazhi kryesor i kësaj anime, nis si fillim si hunteri më i dobët nga gjithë të tjerët. Wow. Sepse ato Hunters ndanë sipas disa kategorive. Dhe është E, D, C, B, A, dhe më i lartë e fare që është shumë i rrallë për të arritur, mund të jetë maksimumi 5, me sa diun 3. Jo, ja më shumë. Janë 10. 10. Son Jinuja bëhet i 10-i. Po, ishin 9, domethënë imagjinoni nga një shteti tërë vetëm 9 veta e kapin këtë lloj niveli. Dhe prandaj është niveli më i lartë, më i fortë. Dhe Song Ji-woo e nisi i nivelit E. Niveli më i ulët, më i dobët nga të gjithë. Pikërisht pra, jo po si Goku, ngupton, qysa u pol, ngupton, shkote i bite godion syten mes. Po pra, syten mes. Po ishte më i dobti. Ishte Broly, shifëshiri sekondë. Broly ai karakteri që ke qef, ti zotri i dashur, ti aty. Ai Broly është kafsh fare, çka ke me Broly. Broly shkatërrohet planeti dhe një foshmi e sapo pjell. Dakor, na boka një ku ta diun. A Broly, ç'a preti? Broly, po. Jo si Sun Jingwoo-ja. Tash ai. E nis nga 0 ideal. Ai ka për të arritur në jetë. Shivet e sezonit 3. Po na knaqeti, po edhe Goku ashtu e ka nisur se foshnjë ishte madje, ti e di shumë mirë se Goku desh e larguan domethënë, sepse lindi si një ndër foshnjët më të dobta nga gjithë raca Saiyanëve. Ashtu ë? Po. Ashtu ë? E kam gabim apo ha? Si e kam? Slindi si më i dobti nga raca. Hajde vazhdojmë tek Sun Jingwoo-ja. Po kjo ishte arsye. Ka drejt djali, Jo, kjo ishte arsye pse disa nga foshnjët që ishin Saiyan largoheshin ose vriteshin. Nuk na duhet më informacione, kena bëu atë episod. A ka mundsi ti zoje? A ka mundsi? Shoku im.
Se me ty e kom muhabetin, unë se këta janë, kështu kuptot, Besprema. Bravo, besprema. Jo, ne kemi Besprema. thjesht opinionin ton që duam ta ndajmë të gjithë. Që nuk i intereson as kujt që ka Të një intelekt intereson të ty, madh. u intereson shikuesve. Ja, Por ti ju po e shohësh- bën të luftë. Ti shohësh shikuesit kur të komentojnë aty tash për solo levelingun, pa të gatitur ty. Aty Kampion, do të di tash. Patjetër. Ço të ka pëlqyer realisht të solo leveling? Domethënë kur e ke pa, atë ka pëlqyer një herë se, okay, më ke thënë pak që këtë pëlqen, po du të di sa të pëlqen. Dakor, dhe për çfarë arsyesh realisht mund të ketë pëlqyer? Normalisht që më ka pëlqyer se si tip çundi që jam, më pëlqen këto anime që kanë kështu luftra, gjona, shpata, thika. Do të thënë përbinca, gjëra të bukura, efekte është shumë e bukur si anime, më ka pëlqyer që kur e pash dhe që kur e lexova te manua. Por përveç kësaj, më ka pëlqyer edhe për mesazhin që ka dhënë. Tani Son Ji-woo i ve një le të themi mision Qëllim. vetes ose qëllim vetes. Dhe ai pavarësisht çdo gjë, pavarësisht çdo pengese, ai nuk dorëzohet. Ai lufton vetëm për atë qëllim. Që ai të ndihmojë motrën me Tëmën që motrën një për shkollën që studimet. studimet që do kapi për mjekësinë dhe të ëmën që e ka në gjendje kome në gjendje shumë të rëndë. Dhe vetëm për këto dy qëllime ai është futur kësaj punë si hunter për me vrar këto përbinca, le të themi. Pikërisht pra. Pra nuk ka një thjesht një racë luftëtare, është dakord që duan t'i zgjujnë tjetrit. Ka një qëllim zotëri i dashur. Dakord? Ai po e bën për Qëllim nënën dhe bazik. motrën. Më thuaj ti një djalë në botë, dakord që s'do bënte të njëjtën gjë. Dhe mos harrojmë të disiplinën që ka pas. Dakord? Okej. Okej, për Ai ishte Unë gati duar- me vdek, literalisht e rujti vet loja. për Po. disiplinën. Jo, I dha risa- Jo, nuk e Ai e pa ruaj të ti denj. loja. Ai e nuk pa të denj për t'i dhënë sistemin. Dakord? Nuk, Ai sakrifikoi. Nuk mund të them që pati disiplinë, mund të them që pati frikë nga sistemi. Po. Sepse E nisi me frikë. kur rilindi, doli sistemi dhe ai sistemi i dha ato questin e parë që ishte do bësh 100 pompa, 100 kështu, 100 ashtu, ai si boni edhe mori penalty. Po. Kur provoi penaltin atëherë është më të mirë tha, këtë pritje se. Po, atë e madhi mirë, ta Mirë, pritje se okay. që nga shaka sa zhduket. Mi më tashi, vetëm për një penalti, ai e boni disiplinat, gjithmonë duhet ndëshkimi. Tu hongër ban aty në Dakor, lojë. gjithmonë duhet ndëshkimi. Është ajo thupra që kena çam hongër ne ku kujton, kena qenë kjo. 3 pllomb. Report. Edhe ja ku je. Pikërisht. Nuk jam prej Elbasanit faktën. Ashtu. Ti Sun të Ji-woo, ndërron të ishe origjinal për Elbasani, Elbasani, po ja që confirm. si e do. Fix pra, fix e ke parasysh të ndërrosh thjesht nga Elbasani. Del dritare dhe e ke pamjen nga reaktori 4 i Çernobilit. Na që ta shofësh herë, pastaj do kuptosh dashurinë që ke. Kom qenë në Elbasan. Dakor? Fillon të më bën qimet jeshile kur u ktheva. Ndoshta thjesht ka Bone dalë level gjyra up. jote natyrale. Bone level up. E batuta. Më kënaqë fjalë. Ndoshta thjesht ka dalë ngjyra jote natyrale, po se ke Fix kuptuar pra. ti. Fix. Unë jam milanis gocë të ngjyra kuqe. Në Që me Bosni. baba këtu. Ashtu. Vazhdo ti se deri në fund, do japësh dorëheqje nga ky podcast. Unë se afare dorë që do të bëj ty dalësh jashtë. Okej, jemi ta shohim. Challenge live. Challenge. Është, siç e tham, personazhi kryesor është një ndër huntersat më të dobët derisa një ditë, në një incident, në një dungeon, që ai ishte bashkë me grupin që ishte Po. pjesë, ndodh një aksident që përballen me një boss, final boss, siç e përshkruajnë në anime, shumë i rrezikshëm. Të gjithë përfundojnë të vrarë përveç ti. Dhe Jo. aty Korrigjim. Po. Unë di që- në dungeon dhe ndodhi kjo anomalia double dungeon. Pra ndodhi Pam. dungeon brenda dungeon. Pikërisht. Dhe ky dungeon i dytë ishte goxha më i fortë. me sa Dhe- di unë, edhe këto dungeons ndashin sipas kategorive, Po, sipas niveleve. Dungeon e Dhe më i madh nisi ishte nivel C. Ishim me Red Qielli, Gate. po. Po, Red Gate, Double Red Gate. Double Dungeon, domethënë ose Double Gate, kjo që bëhet nga tërrimi. Jo, gate, ishte- gate. Gate. Gate tha, ku të shko menja aty? Nuk thash gain. Thash se i doli Një kështu sekond, automatikisht. Një sekond ta sqarojmë, nuk thash gain. Gain është një po të merresh me audio për shembull e kupton i rrit volumin, gainin. Po. Nëse, është prej Elbasonit, nuk ka problem, e kuptojmë. Është reaktivitetit e veshët. Jo, thash se me gate. Okej. Nuk e tham ku e kishim llafë se na bën e lëmsh. Na bën e lëmsh. U prishë marshmallet inshallah.
Gate, po thë gate. Atëre, te gate-it, domethënë kanë këtë problemin, ose më saktë ndodhte kjo anomalia që ishte mashtrim. Pra, ty të dilte si një gate i një ranku E D. apo D, nuk ka rëndësi. Ndërkohë ai ishte një red gate, pra ishte i rankut S. Që Rangut më të fuqishëm dhe më të rrezikshëm. Absolutisht nuk mund të futej dot asnjëri përveç rankut S. Minimale ishte A, thjesht për suport Po. të rankut S. Po. Nuk lejohej askush të futej, domethënë në i rangut A apo më poshtë pa shoqërinë e rankut S. Pra këto janë ato që thot ti. Nuk është se çfarë po thosha aty tash se. Po jo, po gjithsesi, po mirë pra kështu ndiz si një Është me atë bossin e gjarprit në fillim fare? Jo. Atë gjarprin gjigant. Jo, është me ato statujat. Statuja të mëdha që nis. Po, që ka të buzëqeshën e frikshme. Po, ajo është dhe mos ta edhe një gjë se më kujtu statuen tash dhe kur më kujton statuen më kujtohet gjithmonë sigla. Ka sigël. Është bukur vlla. Unë e kam zile telefoni. Dakor? Atë siglën Dark Aria, si e ka Dark Aria, po, është sigla. O none, ti jep një kështu rënqethje mish, nuk e di. Frikshëm. Po se ajo e qeshmi atit. Ajo qeshja është mudi im. Se ka të bukur e ka. Ajo qeshja është mudi im 24/7. Ja vetëm kështu he. Dhe një gjë tjetër, prap korrigjim për Juve Elbasoni. Dakor, prap korrigjim për Juve. Dakor, nuk vdesin gjithë ai dungeoni. Vdesin shumica, dakor? Dhe shpëtojmë prej sakrificës së Son Gjinus. Teknikisht shpëtojmë prej logjikës. Po pra, ai e shpjegon. Ai kupton logjikën e dungeonit. Pikërisht, pra që lexon ato pllakat. Dhe zgjidh ato ç'e ishin si. Po pra, pllakat ishin kështu si tip gjajgjëzash. Po pra, gjajgjëza do ja thoja, gjajgjëzat. Me bindje ndaj Zotit, ndu. Po, diçka e tillë. Diçka e tillë kanë që 4 3-4, nuk e mbaj mend mirë, asun tash se ka qenë 3. Po. 3, po. Frikshëm. 3 questa aty domethënë gjajgjëza që duhet të zgjidhni vetëm ashtu. Ai ishte ndërkohë ishte më i dobët nga gjithë, ai kuptoi logjikën e dungeonit më të vështirë. Dies ishte personazhi kryesor. Jo, s'ka lidhje vetëm personazhi kryesor. Ka dhe një gjë. Të tjerët ishin thjesht hunters, pra ranku A, B, C, D, nuk ka rëndësi. Ata kishin shkuar të thjesht me mbaru punën. Bravo. Ata thjesht donin të merrnin lekët, me mbyllën me ato resurse, gems që mund të merrnin, domethënë. Shkonin në shtëpi vëllat, pagunin ato faturat e kaq. Dakor? Njëtin gjë donte edhe Son Gjinuja. Pra të merrte Gjinwu. Na fal për. Po e thëna ka Gjinwu. Më shumë për thjeshtësi se kur e fillon ose Son Gjinuwu. Atëherë do avim Gjinwu. Gjini shkurt se shqiptari është shkurto. Gjini. Edhe Gjini tjetër që donte për të spotonte tiamën dhe të paguante shkollën për të motra. Pikërisht. Por ama në një situatë të tillë, ai ishte më i zgjuti, sa i kuptoi gjajgjëzën. Dhe ato e shpëtoi një pjesë të tyre. Shpëtoi atë gocën që vetëm shëronte healerin, pra atë që kishte duhet të kesh një healer. E kishte kështu si hajt mënyra për ta pas të dashur. Kupto hajt më. Edhe këtë kryetarin. Edhe këtë kryetarin, po se sezoni 2 futet bablok janë lojë. I humb krau aty drejtuesi. I djathtë mos gaboj. Nuk ja vura re shumë se çka krau i pas ka humbur. Decizivi ai me cilin shkrute. Na mund, na knoqi. Gjuna. Sezoni 2 s'mund të thuash dot vëllai që janë ose tush underrated, nuk mundesh dot. Mos harroj një gjë vëlla, ka thyr rekord, pra ka kalu One Piece-in bro. Unë vetëm për pjesën që ma ka zëvendësuar One Piece-in, nga vendi i parë ma ka ulur vetëm një nivel, vetëm për këtë. Atëherë por që nuk ka heq dot pjesën që është një histori shumë e bukur dhe shumë interesante që jep mesazhe, Solo Leveling. Nuk ka heq. Thjesht unë vazhdoj të jem shumë fanse dhe nuk më pëlqen më burr, po nuk më pëlqen më. S'pëlqen, mund të them edhe unë s'pëlqen ku ta di unë, po ja fus kot Attack on Titan apo s'mpëlqen Death Note dhe pse të më pyesi dikush pse s'pëlqen, thjesht s'mpëlqen. Shiko, Solo Leveling. Se më konkuron Naruto për shemb. Shiko, Solo Leveling bën pjesë, më thënë një prej kategorive më të famshme, shonen. Po. Që është edhe Naruto ose edhe anime të tjera. Por diferenca që ka kjo, që ishte risi, ishte pjesa se
ato ndjekin një lloj ideje, personazhi kryesor zhvillohet, bëhet më i Normale. fortë me çdo seri, por ato kanë një person që i orienton, i drejton, e kanë pranë, qoftë një mik, qoftë një mentor, qoftë një nuk e di se çfarë, ndërsa tek solo leveling kjo nuk është, sepse ai është vetëm. Po pra, Sepse është shikoj se koncepti i lojës. self improvement. Po, pra, bëjnë solo fit. leveling, self improvement vlla. Pra ai nuk ka besim tek askush, sepse askush nuk e ndihmoi kur kishte nevojë. Dakor, ai ishte thjesht një rank E dhe ishte një barr për shumicën. Më duket se ky është prap rank E dhe kur rritet, kur bëhet E mban të fshet. E mban të fshet, e mban të E mban të fshet. fshet sepse normalisht ky nuk do famën vlla. Ja ku qëndron prapa e bukur e personazhit. Ky nuk e do famën. Po. Des për ndërpjesën. Të lutem. Jepi me fjalën. Deri duket e 2 episodet e parë të sezonit 2 të mbatën fshet, se pastaj merret zbulohet, vesh. zbulohet nga këto kokat E kuptojnë, Dhe- e ndjejnë, fillojnë dhe- ta me gjitha këto shenja që po jepeshin, fillojnë ta kuptojnë, por Se mos normalisht gabojnë nga gjysmë, më fal se po ndërpres, mos gabojnë nga gjysma e sezonit të dytë, bën ato testin ai për të parë dhe një rangun në cilin është. Ajo është po pra nga gjysma, po Nga ka kaluar gjysma shumë kohë, domethënë deri rindet e para që është zbuluar. Po thoshe Enzo se të ndërprep, më fal. edhe ajo kuptohet që ai sepse ato gjithë këto hunters kanë si më thën dosje, ku tregohet se çfarë ranku janë dhe çfarë arritjesh kanë bërë. Dhe ky në dosje dilte vetëm ranku e, ndërkohë që arritjet ishin të rankut S, të rankut A dhe normalisht kjo shpall domethënë kështu mister. Po. Ti jep atë Thot ai Jep atë prit për një çfarë herë, mundon. një minutë. si Ka e jeti jene nivel me të mu. Për po saj, është dhe një gjë e bukur. Shiko prap të karakteri ati dal. Domethënë se sa nuk i interesonte. Ati ju ofrua vlla ranku S nga shefi i madh, kryetari i guildit, pra i aleancës, I klanit. klanit. Do si varet si mund ta qunin. Prandaj them është koncept loje e gjitha. Nuk e Kemi di. absolutisht, kuptoj që mund të jetë koncept loje, po është një gjë e bukur sepse është risi. Që një anime kategorisë të atill, pra i kategorisë së lojrave, po ta marrim kështu, fiton një popularitet të jashtëzakonshëm. Luni Do më League thënë- of Legends. Po luni League of Avasi Legends. League of Legends. Luni është. League of Legends. Unë jam i rob që se kam luajtur këtë lojë, na fal. Mos e luni se do vdis. Nga cila lojë është bërë ai seriali që është bërë shumë i famshëm në Netflix? Nga League Cili of serial? Legends atëherë. Ajo është. Kush? Me s'pam- Jinxin, Po, Vin, po, po, po. League of Me Legends. League of Legends. Se si ka. Diet. Edhe Jinxi, ajo Via, është, Kate, ajo është bërë shumë e Mania, famshme do dhe ajo është e marrë si inspirim nga videolojra. Po absolutisht pra kupton, po tash po sepse duhet kuptojmë edhe diçka njerëz, kupton. Neve i përkasim një gjenerate pak më Moderne, moderne, lojra, kupton. po. Jo, domethënë ne jemi pak më të mëdhenj në moshë. Domethënë i përkasim 20 ca vjeçarëve. Dakor? Gjenerata e re që vjen pra adoleshentët edhe këto nuk e kanë më atë, nuk janë rrit me pikselat. Valla si me rrit ne për shemb. Po, duan. Dakor, që ti një cop tull e kishe makinë, e kishe ku ta di unë Helikopter. helikopter, bravo, kupton? Edhe E- hidhje kështu. Bravo, ishe kështu si granat, kupton, ruju se po të kapi ballin, thyshe tre Bravo. shok. Për herë, bam i bite kështu. Pra, domethënë, janë ca gjëra që do t'i pranojmë. Pra, drejt kësaj po shkon. Edhe Dragon Balli shkoi vuni Diamond tash. I boni gjithsa Diamond, sa i lodër që kishim në kukulla në shtëpi. Po Për të mirë, përshtatur, ajo po. ishte pra. edhe për dëgjoj, Ha. ti do të përshtatesh dhe me tregun. Pikërisht pra. Do fillon të përshtatesh dhe me tregun, prandaj neve po marrim shumë materiale që janë komerciale, nuk është se kanë cilësinë apo historinë shumë më të mirë. Një sekond, ja ta bëju një test live këtu në emision. Dakor? Enzo, jam kurioz të të pyes. Po. Ti ndoshta e ke parë Dragon Ballin? Nga fillimi në Nga fund. fillimi deri në fund jo, po. Zën, domethënë që nga Z-ja. Mund Që ta shkojnë kesh te parë, planeti nuk na s'ka Namek, nevojë. që shkojnë te planeti na Okej, Namek. ja, tash ta tregoj unë. Kupton? Ti besoj turnamentin e ke parë. Po. Bravo. Kush do të pëlqente më shumë ose kush të ka pëlqyer më shumë? Ultra Instincti? Domethënë me gjithë muzikën, animacionin, çdo gjë e tjera, kupton? Dhe vet momenti apo transformimi për të parë Goku Super Saiyan. Domethënë, po ti marr në të gjitha gjërat. Normalisht Ultra Instincti. Pikërisht pra. Pikërisht. Nuk e faj sepse nuk Është ai tjetër boni gjë, break është. internetin, ë? Tamam. Po dua dal te krahasimi i kësaj që pra gjenerata e re predispozohet drejt gjërave pak më
overpowered, më imagjinatë, bravo. Sa më e pamundur të jetë aq më Ku interesante. kishe Sigel ti kur u transformu Goku për herë të parë Super Saiyan? Kishe vetëm ato bubullimat, ato gjonat, kaq. Qa kena bone Po nuk ka pas Sigel siç ke te tash kotja fut edhe ti te drejtë çka ka Ultra Instincti. Kurioz Ultra jam. Instincti neve kishim në akademi atëherë, kështu kupton ushtrim me bë ritme kështu me të përplas me durësh, kupton, shkojon profesorët nesër me ritmin e Ultra Instinctit. Do si po pikërisht pra. Sepse është impakti që jep, Dhe sot përhapen shumë më kollaj se e kemi të gjithë tu tash në telefon, mos t'i bëjmë Po këto mirë pra, gjonash. ka shumë elemente që ndikojnë sot. Më Pikërisht. përpara nuk kanë qenë. Dhe normalisht siç bën dhe personazhi level up, një të gjë bën edhe bota jon. Pyetje. Teknologjia fillon, vazhdon të Po, një level sekond, up. Kam një pyetje, cilën nga klasa do zgjidhsh ti, nëse do ishe në botën e solo leveling? Assassin. Assassin? Po. Okej. Nga që Sa. po, nga që jam vetë kështu si but shko. Tank. Si apret menja askujt. Jo, tank. Nga që jam vetë kështu si but, nuk jam i shpejt. E thash, po të ke mundësim të jemi i shpejt, pse jo? Të marrë Assassin. Ç'a do doje realisht Po. domethënë që ti ishe. Assassin. Kapito. Po, një gjë nuk pëlqet e solo leveling që kur okej, është e bukur dhe ka shumë beteja, po thjesht mbarojnë betejat shumë pak. Kjo është e vërtet. Jemi mësu me One Piece-in ose me Goku ose me Naruto ku fillo Bogati super fuqin, bas 18 episodesh i ka ra aty, bas 20 episodesh ka marrë beteja. Ndërsa ky Brenda serisë. Brenda 20 minuta në fillim të episodit është duke luftuar. Në mes të episodit ka atë disfatën e parë nga antagonisti dhe në fund të episodit e mund. Kjo ndoshta vlen edhe për Te shkak episodi që radhës janë është duke lodhur. ngrënë. është kjo gjë, domethënë si e konceptoj unë, ndoshta jam dhe gabim. Është dhe fakti i se duhet shit produkti. Pam. Dakor, në fund ditës duhet shit produkti. Dhe kush është ndoshta mënyra më e shpejtë se sa një anime ku luftrat e forta ndodhin brenda disa episodeve, pra ti ta tërheq vëmendjen ajo. Sepse nuk e ke si të Naruto për shembull, ty të nis lufta me Madarën ku ja fuskot në episodin e 300, Ndalon dhe të Naruto mbaron 3 episode moral. 500 e can, domethënë. Janë këto lloj gjërash. Njerëzit edhe Kërkojnë gjëra lodhën, më të pak më fast shpejta. food. Kërkojnë gjëra më të shpejta. Janë lodhur domethënë Pikërisht. duke pritur dhe tani është bërë dhe si trend që brenda një episodi mund të ndodhin shumë gjëra dhe Ai tipi, ai që e ka bë, domethënë se unë nuk i di emrat më mirë. Domethënë unë e harroj, jam shumë keq me emrat. që ka Ka personazhe. bërë këtë gjë që ai një chapter, mos gabofsha, e kam përmbledh brenda një serie. Po. Unë është këtë e vetmja anime që unë kam lexuar mangët në jetën time. U bona 26 vjeç, nuk kam lexuar kurrë në jetë manga. Sepse ma prishin atë bukurinë e të parit, kështu funksionoj unë. Nuk ka nevojë Elbasoni ta bësh gati. Nuk Kështu është, funksionoj unë. është një gjë që është e kemi diskutuar dhe më përpara që mangat kanë shumë ndryshim dita me natën me animen, por ka një gjë. Unë për vete jam shumë e lodhur për shembull që me histori dua diçka që të jetë e mirë. Dhe ku mund ta marr unë historinë më mirë se sa nga vet manga ose nga libri. Dhe ka një gjë. Në për anime, nëse ti thjesht atë dialogun ose monologun që kanë personazhet, ti e lexon me zërin tënd, Po? në momentin që bëhet anime, aty merr një lloj emocioni komplet tjetër. Jo, më besoj që jo. Unë kam lexuar 7 vëllimet e Harry Potterit, pra kur ka parë se dilte po flas Harry Potteri, do në versionin 8, dakor? Jo, pra jo, s'ka. Po nuk e kam, nuk po e shaj prodhimin, po them që kjo është një gjë shumë e mirë, po s'ke si e shah Harry Potterin ti se ka të mikrofon kokës. Nuk shaj njëri Harry Potterin këtu. Në vet fan se Harry Potterit. Pikërisht pra, Tërbo. po nuk është e thënë se ti e lexon me zërin tënd, dakor? Dhe automatikisht ajo do përkthehet në ku ta diun në një ndjesi më të madhe për ty kur të shikosh animen. Jo, nuk ka të bëj. Unë e kam lexuar për shembull Solo Leveling. Dakor? Të gjithë mangën, më intrigoi. Por nuk e kam pas në një impact wow, kupton? Se pash animen, dhe ndërkohë mendova unë që e kam lexuar me zërin tim. Nuk e mendon kurrë njeri në botë këtë.
Dakor. Unë kam dublu shumë të shoh se sa të, domethënë ta shoh aty animacion se sa ta lexoj manga. Pikërisht, të njëjtin që jam dhe unë. Më shumë detaje di që ka manga, por që animacioni normalisht edhe ai që krijon episodin nuk ka se si ti fusi gjithë ç'a ndodhi në një chapter në manga, prandaj. Pra merret kesh esencën ose atë thelbin e chapterit dhe fund në Pikërisht pra këto janë gjërat. Dakor? Dhe nuk ka të bëj vetëm fakti, domosht siç po e thotë ti. Un kam dubluar. Domethënë në filma vizatimore dhe në anime. Personazhi epizodik nuk ka rëndësi. Por nuk do të thotë që, kupton, unë e lexoj jashtë me zërin tim dhe kur ta shoh do m'pëlqej pafund. Ka pas gjëra që unë nuk i kam bërë dublime, ndoshta dhe mirë dhe keq, nuk ka rëndësi, kanë qenë të tjerë që kanë gjykuar, por mua nuk më ka pëlqyer fare ajo. Qoftë si sken, qoftë si anime, ndoshta qoftë si film, nuk ka të thënë. Domethënë më kupton se kjo pjesë personalisht mendimi im. Edhe unë po shpreh mendimin tim. Pikërisht. Të gjithë shprehin mendimin tonë. Atëre, dhe me këto shprehje mendimesh, dakor, dhe me këtë sherrën që bëm tash, dakor, shifna në pjesën e tretë bashk. Mos u largoni se ka surpriza tjera. Shadow Clone. Njegu jena në pjesën e tretë dhe të funit, dakor që qyri erdhi funi se për zotin, dakor të dy më kanë çmendur. Kam për të rraf pasha zotin. Po qa vazhdoni jumër, ju pas keni qenë nuk e di më vlla. Ju nuk bindem e keni qenë Rangu së pra qa Rangu së. Okej. Tashi unë do ja lej fjalën kësaj zonjushës tu, dakor, se tha kom ca pyetje unë. E të shofim qa pyetje shka ajer. Pyetje Elbasoni më duken, po hajt mo, t'ja japim mundësin. Jepi mau. Mirë. A ishte gjithçka e para përcaktuar për Jinwoo? E para përcaktuar? Si e para E para caktuar për të. Si me thon, e bërë gati. Ishte e bërë gati për të. Vetëm të vinte ai të linte, të rritesh ai çika e vinte aty. Po. Jo. Se mendon? Jo. Disa teori thonë se ai nuk ishte thjesht i zgjedhur, por që sistemi ishte projektuar posaçërisht për të. Unë mendoj se sistemi e zgjodhi për shkak të dungeonit. Kjo, domethënë më bën më shumë si teori, nga që gjithë logjikën të dungeonit, të double dungeonit edhe Po pra, zgjidhja të puzzle le të themi dhe prandaj si më thon u bë para caktuar ose u zgjodh nga sistemi. Për këtë mendoj, nuk mendoj se ka qenë para përcaktuar që ky pikërisht ky duhet të jetë i rangu të jetë duhet të jetë patjetër. Po pra, po thonë që ishte një eksperiment nga forca shumë të mëdha, mbi natyrore, se nuk e di se i kanë vendosur shumë terma të ndryshëm kësaj lloj fuqie, që donin me patjetër ta shndërronin ato në mbretërin e hijeve. S'ka thot jo pse patjetër do ta bënin këto janë disa nga teori, diçka që domethënë fansat e Solo Leveling ndahen në dy për pjesën e kësaj që disa mendojnë se ishte e para përcaktuar vetëm për ato, disa të tjerë thonë që mund të ishte kushdo vetëm se qelloja ai që erdhi i zgjuar mjaftueshëm edhe jo unë jam dakord me Enzo në këtë pikë që thjesht ai zgjidhi atë lale dhe prandaj u përzgjodh. Dhe dha prova që ishte i denj, se mos harrojnë dhe një gjë në fund. Fjalën e fundit që ai thot përpara se të futet sistemi, thot sikur të kisha dhe një mundësi. Është tek fjalë dhe kur del sistemi është 0.03 sekonda vlla. Pra është 30 ose 300, nuk e mbaj mend që do ta kishte godit shpata për të dhënë fund. Dakor, pra ai tregoi devotshmëri edhe ku ta diun pati fat. Dëshirë, po pati fat. Kupton dhe kishte edhe kjo edhe fat. Ira qylit. Po pra. Tash para thënë. Ndërsa The Architect. Çfarë është? Çama. Se ka pasur. Tamam ngelem. Jo pra. Si kjo e ka. Shu e kam gjetur. The Architect. Është program apo perëndi? Program. Perëndi. Është koncept loje. Është koncept loje. Çinga jo. Kjo është një debat i vazhdueshëm se s'po e kuptojmë. Atëherë, nëse do të se çfarë është saktësisht. Nëse do i referohemi mangave, është pjesa mban mend janë këto krijesat tip ëngjësh, që është i fundit që ka të kupën e madhe, që e rikthen
Po. Nëse referohemi kësaj atëherë me këtë logjikë vetë jetë perëndi. Do të mbajmë anën e perëndis. Po pra, Nuk besoj që ka shumë lidhje me perëndin. Nëse i referohemi mangës, gjithmonë. Koncept loja, edhe vetë me manga në rregull, për animacioni është literalisht level up, janë me items-a, janë me shopping, janë me dungeons-a. Edhe kjo që thot, domethënë është e gjitha qëndron që varet se kë logjik zgjedh, ose manuas ose të animes. Po unë preferoj më mirë atë të animes. Animes është shumë e ndërlikuar nëse e marrim me perëndi dhe Po, ndoshta. Ta kërkoj shumë të unë rri perenis. Unë jam me perenis, unë jam me perëndin aty nuk. Okej. Kemi në gjë tjetër apo? Po. Ai thën solo leveling rregullat e Shonen Classic? Si mendoni? Shonen Classic. Dalim tek ajo që thash që Naruto apo One Piece heronjt të rriten me miqtë e tyre. Por gjithë rritet i vetëm. A është kjo freskues, domethënë gjë më moderne, më ndryshe nga ajo çfarë jemi njohur, domethënë Shonen Classic apo e dëmshme për mesazhin që japin zakonisht këto po ta mbash mend ose po ta do të kujtohet, është pak a shumë diçka e ngjashme si tek Seven Deadly Sins kur kemi folur. Mbani mend? Te episodi 7 Deadly Sins, pra që e tha edhe sfurkti, domethënë që mos ndoshta regjisorët po na drejtojnë në një lloj rruge tjetër, pra të këtyre satanizmit tjera. Satanizmit e këtyre, kupton, nuk ka rëndësi. Nuk po flasim për satanizmin konkretisht, dakor? Jo, thjesht. Po është kjo pjesa e egoizmit. Level up, është solo leveling, pra vetëm mund në rritem. Në fakt kjo është një gjë interesante sepse është paradoks i bukur. Edhe emri origjinal i kësaj si manga, si manhwa, ka qenë Na Hunjaman Level Up. Mirë që e pas kanë bërë leveling fjalë për fjalë në shqip thuhet vetëm un po ngre nivelin. Vetëm un po ngre nivelin. Lale shkonin në Elbasan qoftë doni me mësuj japonisht. Te reaktori 4 djatha se ngupton. Kurse japonisht. Bravo, kurse japonisht. Made in Elbasan. Ndërsa adaptimi nga manhwa në anime është një pyetje gjithashtu shumë nxehtë midis fansave që fiton apo humb. Fiton apo humb. Kush? Domethënë adaptimi që është bërë nga manhwa në anime. Fiton. Se për duke ndryshuar kontekstin, ritmin dhe disa pjesë të historisë, a e humb animeja esencën që kishte manhwa? Apo e pasuron me audio dhe animacion? Si mendon ti Ensi ose? Nuk mendoj se humb animeja, mendoj se çdo të thotë që do humbte sepse animeja atë qëllim ka që të përcjellë në mënyrë figurative mangan. Kështu që nuk do mendoja që do ta kishte për qëllim që ta humbte atë piksynimin e manuas. Pikërisht. Jo, edhe unë jam dakord me këtë. Ti e ke lexuar manuan, e ke parë da animen. Ti për shembull e bën dallimin që disa nga rrugët, disa nga skenat e qytetit ndryshojnë komplet me ato të animes. Dhe kjo është arsyeja sepse është bërë adaptimi nga rrugët e Koreas së Jugut në rrugët e Japonisë. Po, mos harrojmë që manhwa është bërë nga Korea e Jugut, ndërsa animeja është prodhim japonez. Pra normalisht pritej që të vinin këto ndryshime ose këto pritet çdo herë. Prandaj pra bëhen adaptime pra. Po nuk mendoj që ky ndryshim të shkojë deri aty që ndryshoj edhe thelbin e manhwas. Nuk ma do menja që ta cënojnë si thelb. Ja, asun se besoj, sepse sa do mund të këtë marrë të drejtat e transmetimit, nuk kanë lidhje, ose dhe qoftë animacionit pra në anime, nuk ma mërmenja të ndërrojnë do të... Mund ndryshojnë 2-3 historinë në emër karakteri, kështu... Mund të afusin të që ki Japonin më në loj, të më thënë. Studioja A1 Pictures, që ka kthyer në anime, ka futur emrat e... Domethënë stafit të vet brenda asaj. Çfarë? Po, emrat e stafit I ka futur brenda të animit. Oferta funit dale. Kush e pas ka emrin Song Jinhwa. Un kam një pyetje që nuk e di. Besoj se mund të ngrej çik debat. Inshallah. Se s'patëm në dërm tash. Po pra, ka ngel vetëm uzon për leshkoke. A mendoni se Jinhwa është një protagonist me thellësi emocionale apo vetëm një personazh cool që bëhet më fort në çdo seri? Se, ma shpjego pak të lutem pse se thua jo për çdo gjë, po asnjëherë nuk jep një vlerëtim. Të lutem. Ka një backstory bazik.
Ka domethënë është një person që merr shumë fuqi overpower pa pikë lidhje, i jep edhe një shans, edhe literalisht bëhet domethënë me kaq, me bëhet overpower. Nuk ka ndonjë backstory të lezetshëm, nuk ka domethënë është më shumë entertainment se sa është për plot. Ploti solo level nuk më pëlqen fare. Ja, mirë. Dhe këto të thëna nga një fan si Brolit. Që thjesht i ka të gjitha, kupton thjesht se lindi. I ka të gjitha njëri. Broli është tjetër. Broli është tjetër. Broli është tjetër. Ploti Gokut është tjetër, që ka shumë plote të bukura. Po i Brolit, po flasin, ti po flet për një karakter. Pra, ti po thua për Son Jingun. Po, Son që nga emri, po. E belare, po ço më kjo që nga emri, apo Broli. Broli shumë i thjeshtë i pastër sigur vjen nga Bryli. Dakor, aty sa Bryli nga Naz. Po ço më kjo punë kështu. Valen se të ndërpreva, më duhet të thoje. Nuk vi dakord me Enon. Përkundrazi. Gabim vëllau ja. Okej. Se tani ai ka qëllimin, domethënë pavarësisht se çfarë qëllimesh i dalin tjera, ai ka qëllimin për nënën dhe për motrën. Dhe pavarësisht se mund të duket si bazik, është literalisht një mesazh shumë i fortë. Shumë i fortë që ai mos dorëzohet kurrë pse për familjen e vet. Nuk më duket thjesht një protagonist që po bëj level up, po përmirësohem, e thjesht po bëj më i fortë. Jo, ai po bëj level up e po përmirësohet që të ndihmoj familjen e vet. Domethënë mund të kuptoj ku mund thosh që duket pak si bazike, si gjë. Jena mësu me plotet e tjera që kanë qenë Kjo është supreme. arsyeja pse pëlqet shumë, sidomos nga çuna, dhe prandaj përket edhe kësaj kategorie shonen, për arsyen sepse i përkëdhel prakse atë Unë ta them kështu, burra, ta jap me një firma ja 1 sekond. I përkëdhel atë pra ndjesin nën mashkullore. Nën djalë. Jo, atë krenarin mashkullore, sepse fillojnë edhe ai lufton. Kjo është për shembull një gjë që kam dëgjuar shpesh, një nga synimet e meshkujve të jem provider. Mirë, shiko dhe ai e bën, lufton, shkon për te. Me tjetër të mundshëm, ma dëgjoj pak. Është një gjë, pjesa kur ai shëron nënën përpos muzikës që unë nuk e di pse shumë fansa e kanë parë në rrjetet sociale që e kanë kritikuar atë pjesë, dakor, ndërto shumë njerëz që unë njoh, jo po pse se kishte si te manga kokën këtu, jo po ky aty s'qau, këtu qau, lale, ajo muzikë, dakor, dhe ajo sken, unë kom qa. Dakor, kom qa si drejqe. E shëro me një healing potion. S'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi me qa është rëndësi ka sakrifica që bë. Dha, është ndjesia më burë, kupton. Çdo djalë e kupton, sidomos për nënën. Prandaj pra dalim te pyetja që thash, është thjesht një personazh me thellësi emocionale apo një individ kështu cool që level up në çdo seri. Jo ka ashtu që jemi mësu duke pa. Unë për shembull, jo, unë emocionet që ndjej për shembull nga çdo pjesë e One Piece-it për shembull. Imagjino, ai e ka nën dhe për shkak të kësaj sakrifikon dhe vetë mohohet. Ndërsa One Piece-i ato nuk kanë asnjë lloj lidhje përveç se shoqëri me personazhet në çdo vend të ri që shkojnë. Dhe sakrifikojnë shumë, përpiqen shumë për të qenë një faqe. Flas baba se çfarë. Lutem, ai ka qenë arsyeja vetëm pse un kam ndaluar së pari One Piece-in, vetëm për një periudhë caktuar kohe. Domethënë ti se ke se e vazhdova prapë sepse nuk ma linte zemra të mos ta vazhdoja. Dhe një gjë tjetër që normalisht nuk e di, besoj është mund të jetë goxha interesante edhe për ta diskutuar. Mendoni se sistemi është një lloj shpëtimi për Jinwoo apo është një lloj burgu tjetër? Unë kam përshtypjen se është tek të dy anët. E kontrollon. Po, enso ta japim ty fjalën brëzer se ti ke ardhur i ftuar se ne këtë punë kena. Unë mendoj që është një farë shansi i dytë në jetë. Dhe varet se si e merr Son Jinwoo këtë. E merr si burg apo e merr si shansi i dytë. Dhe unë me sa kam parë, unë ai e ka marrë si shans i dytë, një mënyrë më të re për të riparuar, për të upgradeuar, përmirësuar veten. Dhe për të bërë atë sakrificë që bën për familjen. Pra nuk mendoj se e ka marrë si burg, mendoj se e ka marrë si shansi i dytë. Ati u dha një shans i dytë në jetë. Ai jetoi për herë të dytë. Po, dhe kjo është një gjë që ndodh dhe shumë njerëz në realitet dhe se bëjnë këtë lloj gjëje. Pra vazhdojnë në rrugën e keqe. E haramit. Duke ndjekur po prap këtë logjikën që domethënë varet se si ti e merr. Unë për shembull po i shikoja këto dungeons në momentin që
e shikoja animen dhe po I shikoja këto dungeons edhe nuk e di, më filloi ajo mendimi im filozofik edhe po them, mos ndoshta këto kanë një nën kuptim të dungeons më veta, dhe më thënë mendoni se janë thjesht portale dungeons apo një metaforë për diçka tjetër, kuptimin Jo, vetëm kuptim dungeon, përballje me veten. Janë vetëm dungeon. Vetëm dungeons. Janë literalisht Jo, koncept lore. përballje me veten, përballje me bravo, veten. mund të jetë, nëse e marrim në një kuptim metaforik, pra mund të janë shtigje të ndryshme në jetë që ti përballesh me pengesa të caktuara. Pra edhe kjo pjesa e rankut të gateve, domethënë disa rrugë janë bravo. Pikërisht, pra nëse duam të japim një kuptim metaforik, pra ose më saktë filozofik, qëndron që mund t'ja japësh. Sa ka dash autori ta japi këtë gjë, unë se di se nuk flema të ndark të shtëpia, po kupton kjo është ideja. Unë po jap timen. Që trunin më po sa natë, kemo bla. Kam shumë inat, Po shumë. kush është momenti që më thoni është më badass si këtij personazhi në gjithë? Më badass. Yes, më badass. Jepi ti se unë kam gati. Unë vetëm ta plas do. Që Më badass. Tek momenti që I shkojnë këto gildet, ta kërkojnë për S rank, ti thonë që hajde bëu te gildi jonë dhe ky thjesht I refuzoi të dy. Pa pikën e turpit që ato janë Dy klanet më të fuqishme. Dy klanet më të fuqishme, nivelet kokat më të lartë të këtyre klaneve, I shkojnë dhe I luten këtij një cop ranku E, dhe ky thjesht I thotë jo. Jo, fare. Për mu, Lale, nuk ka sken më në gjithë solo leveling, se sa mbas ndeshjesh ndesje. Na mërgoja, pas ndeshjes me Igris, që thjesht I thot Arise. Edhe ajo. Lale për zotin, kur del ai Igris I pari nga Shadow, nuk ka sken për mu, në ata anime. Ndaç lufta me Beron në fund, prap nuk më ka dhënë ato lloj satisfaksioni sa lufta me Igrisin. Sa ishte akoma rank I vogël, sa kishte nis. Dakor? Ai ishte akoma rank I vogël. po. Dhe lufta me Igrisin ka ishte qenë pay to win. Ai Pay to win. kush më? Ai jo, e gatroj me Ai është ai I gjithë me armor të kuqe. Po pra ai që e ka babën milioner, çaj ka. Jo, mos I gatromo bro. Po them për Igrisin luftëtarin që bëhet Shadow më vonë, ai me atë Johnny gjatë të kuqe. Te kuesti që kërkon të ndryshoj profesionin, pra nga assassin bëhet necromancer. Po, se di mage duket. Po, mage është nuk e di. Për mua ka qenë momenti kur lufton me ato elfët. Sepse fillon edhe flet në po. Ajo një, por edhe një pyetje tjetër. Ju vetë do ta doni këtë lloj sistemi? Do ta pranoni sistemin me cilën u zhvilluar? Dihet që po. Dihet që po tash, Sistemi po, po jo animen. Duke patur parasysh që mund vi me gjithë rreziqet që kaloi ai? Fare, nuk e kam problem. Do kisha masakruar gjithë qytetin. Po, pikërisht. Kisha po overpower, vetëm do kisha vrarë roba. Thjesht për nostalgji. Po lek tu rraf për binça më burr. O të gjithë çan dalin para, vetëm overpower. Ka më varfëri në Shqipëri, kupton? Sidomos veriu në Shqipëri si herë kupton që të binë dhe kështu me gjë më të vogël, do kishin pas super lek lale. Nuk ka më tikme në Angli në për kështu. Jemi të gjithë këtu. Dungeons, gjithë çunat. Çfarë do bëhesh? Nuk ka më as doktor, as i lloj gjoje. Do bëhem hunter. Profesion jetë. Dhe cili karakter përveç Jinwoo meritonte më shumë zhvillim te kjo anime? Karakter? Mendoni? Se edhe unë kam menduar. Sa vetë Jinwoo se meritonte, po hajt më. Nga që është haters që u bërë më burr. Nga që flet vetëm për Jinwoo, edhe ka vetëm fokus Jinwoo, nuk mendoj se I wonder why. Nuk është se më jep në kështu. Ende nuk kanë dalë personazhe, sepse do dalë edhe babai I Jinwoos më vonë. Po, në fakt kjo është një gjë që mua më shumë e frikshme. Është realisht domethënë diçka që po presim na vinë se dalin edhe monarkët e tjerë tash, që I dhan hinte në fund për atë të po di se I bën gjithë overpower, çfarë do bëjmë për të nxjerrim një më fort. Tani
jena drejt funit, dakor. Tash i erdhi momenti i vërtetë, vëlla. Kemi neve një dungeon për ty. Kemi edhe ne kështu një dungeon të rrezikshëm, një red gate për ty. Është i loj që ne ja bëjmë zakonisht, po thuj se të gjithë ftuarve që kanë ardhur këtu, në mënyra të ndryshme, po e kena bojë që. Çomi sa fan si animeve je, kupton dhe kush është animja jote e preferuar ose kush je jep top rank. Dakor? Ta nisi mirë butshëm? Hajde. Si mendon? Hajde. Solo leveling apo Attack on Titan? Solo leveling. Solo leveling. Oh my god. Gabimi ju që e punë që në fillim vllai na do gjelojnë. Solo leveling. Solo leveling apo Death Note? E frikshme. E frikshme. Death Note. Po di që Death Note se ka plot. Qetësi. Death Note apo Monster? Death Note. Death Note. Death Note. Without hesitation. Okay, Death Note apo Lupin? Ai momenti. Do të më drejtuj çik tash, më mendon mirë. Ja, janë të dyja shumë E zgjidhe Lales, di çfarë them? Death Note. Death Note. Okay. Death Note apo Oli dhe Benji? Death Note. Po Death Note. Futboll. Death Note apo Kuroko Basket? Se ky çuni luaj çik basketball, pra ne. Lun basketball? Po. Halal. Kam pas luaj. E këtu, me bispytjes. Death Note. Okay. Death Note apo Dragon Ball? Ata është Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Okay. Death Note. Dragon Ball apo Naruto? Naruto. Nice. Brolin ma e ke shpia. Ciao. Dhe funit Naruto apo One Piece? Këtu do të them, edhe i qëndroj deri në vdekje. Okay. Luffy është karakteri më i fortë në çdo lloj anime dhe s'ka nuk merret, domethënë. Yes, kushdo të dali, kushdo Amator. Thjesht pranoj disfatën. Amator, nuk e di. Njerëz, sidomos me këtë Gear 6 tash, Qa më Gear 6? Joy boy forever. Gear 5 do dali dhe 6 apo? Po, se kështu deri në 2036 do dalë dhe 6. Okej, në grupit tash do falenderojmë edhe sponsorin dhe një falënderim shumë special shkon për sponsorin ton POK. Duhet të dini një gjë. Me POK ju mund të krijoni kartën Visa Infinite që ju mundson futjen në shumë lounge VIP, në shumë aeroporte të botës, dhe një gjë tjetër, për ju që udhtoni kështu, dakor, keni edhe 9 GB falas në vit, dakor, roaming çuna, sa vuhet për roaming. Dakor. Dhe gjitha këto i keni thjesht sepse keni kartën Visa Infinite. Dhe këto dhe shumë gjëra të tjera dhe shumë benefite të tjera VIP. Dakor? Kështu që kontaktojeni këta se janë diçka. Janë diçka. Janë shumë gjatë. Pikërisht, pra janë shumë shka. Atëre, megjithatë, Ensio, unë të falenderoj shumë. Ishte i kënaqësi, vërtet u kënaqa shumë. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi. Je fantastik djalë. Unë të uroj shumë suksese në shkollë dhe shumë suksese në jetë. Dakor? Shifin e herë këto animet e tjera, valla, se që ke fan se One Piece, që ke duket që je 17 vjeçar. Ikte. Çfarë jemi One Piece? Duke falendëruar dhe fansat tan, vazhdoni Pikërisht. të qëndroni këtu me ne, duke bërë like, subscribe, duke shpërndar videot tona dhe duke klikuar sa më shumë faqet tona. Na komentoni, na thoni gjitha mendimet tuaja, ne i mirëpresim dhe realisht na ndihmojnë që ne të bëhemi më të mirë për ju. Kështu që deri episodin tjetër, shnete të mira, edhe çfarë t'ju doj zemra juaj. Goodbye. Bye. Shadow Clone.